bëri përshtypje te fjala e Lucianos, ishte një fjali që tha nuk realizojmë dot zgjedhje demokratike në Shqipëri. Kjo e kthen problemin nga problemi aktual i zgjedhjeve e çon në të ardhmen. Çka do të thotë që ky popull opozitar nuk mund të ketë shpresë që sado zgjedhje të ketë sipas ligjit në Shqipëri, edhe për zgjedhjet lokale 2027-s, edhe ato 2029-s, populli opozitar nuk ka asnjë lloj shprese. Do ta shoh problemin në aspektin nga këndvështrimi juridik. U tha këtu, janë pretendime apo argumentime. Unë po i quaj dyshim të arsyeshëm, Luciano, sepse dyshimi i arsyeshëm, në qoftë se nuk vërtetohet me fakte dhe prova, dhe pastaj me një vendim të formës prerë të një gjykate, nuk mund të jetë as fakt, as ngjarje e vërtetë. Në këtë aspekt, për të parën herë, mbas 20 e kusur vjetësh, Partia Demokratike ka marrë një proces duke pasur një instrument shumë të rëndësishëm, raportin paraprak të OSBE-Odirit, që flet për administratën, që flet për intimidimin e administratës, për vënien e saj në funksion Partisë Socialiste për zgjedhje e tjera. Por ju jeni përqendruar, sepse ne tek e fundit e kemi thënë këtu, dhe unë kam pasur dhe pretendime, ke qenë me zotin Dule këtu në debat te Endri, dhe kam dhënë unë disa pretendime që juve në diaspor po ju manipulohet vota dhe ju nuk po bëni asgjë. Thjesht po bëni mitingje dhe mendoni se po bëni punën tuaj. Në fakt, në qoftë se ju nuk vërtetoni me fakte dhe prova që këto zgjedhje të cilat pa diskutim, unë kam bindjen time, por bindja ime nuk e vërteton faktin, atëherë zgjedhje do të njihen, si këtu nga gjykata, nga kolegji zgjedhor dhe ku do që ta çoni ju, dhe nga institucionet ndërkombëtare që përjashtë vërtetës, edhe raporti OSBE-Odirit, pavarësisht se si thua përmend një sër elementesh që tregojnë që zgjedhjet nuk kanë qenë sipas standardeve, në fundit thotë që zgjedhjet ishin konkurruese. Pra, nuk na ka dhënë deri tashti element të tillë. Pra, detyra juaj sot për sot kalon dhe përtej Berishës. Tek e fundit, Partia Demokratike e zgjedh vetë liderin e vet. Për fat, kemi disa alternativa të cilët për mendimin tim dështuan, alternativa djatha dhe opozitare, dhe sa më paqartësisht juve të trajtoni, si thuaç, reformimin e Partisë Demokratike, aq më shumë në zgjedhjet e ardhshme do t'ikin elektorat nga ju te partitë e tjera. Po kjo nuk është shqetësim në qoftë se përballet opozita, përballet me pushtetin. Problemi që ndron këtu, a mund na jepni juve, sepse e tha dhe ju, që ne kemi deklaruar për para zgjedhjeve që po manipulohen, edhe zoti Berisha e tha që pa shkuar në kuti të votimi zgjedhjet kishin mbyllur. A mund t'i jepni një shpresë këtij popullit opozitar që në Shqipëri në 2027 të dali dhe të votoj për opozitën? Sepse në qoftë se vazhdon kjo retorik, mund të shqetëson shumë. Po, atëherë, unë po të... Në qoftë se kryetari, nën kryetari i Partisë Demokratike thotë që në Shqipëri nuk bën zgjedhje, atëherë pse duhet dalë unë dhe të votoj për opozitën? Kjo është e vërteta që s'bën zgjedhje e para, ndërsa ndërtimi i shpresës nuk është një thirrje që bën kryetari i Partisë Demokratike nga selia Partisë Demokratike, as gjatë fushatës, dhe nuk është fjalë. Shpresa është vizion, program që një parti politike e lançon në komunikimin ekstrem politik që janë fushatat zgjedhore me publikun dhe ndërton besimin e tij. Kjo është shpresa. Dhe kjo shpresë është brenda një sistemi normal demokratik, ku partitë konkurrojnë me këto vlera. Dhe sot ne jemi në një situatë kur nuk jemi në demokraci për shkak të votës. Ti vëm çfarë do lloj emri, le ta gjej kushdoj, se janë vënë shumë emra dhe unë s'dua ty në atë garën për gjetë një emër që i përshtatet më mirë këtij sistemi. Dhe ky është roli i partive politike. Nëse ne jemi jashtë i roli, hajde bëjmë rolin tjetër. Roli tjetër është pjesa e përballjes me të gjitha mjetet me një sistem demokratik. Dhe ne këtë jemi duke bërë dhe e kemi bërë. A ishim ne që protestuam, ne që përdorëm
si element kryesor denoncimet për gjatë gjithë kohës nga foltoria PD-s, me argumenta, me fakte, dhe nuk pinuj, sepse ai që dëgjon dhe njëherë, këtu është problemi, se ma parashtrove juridikisht në Eritan. Më the që drejtësia, shteti pra, shteti ai që më siguron mu paritetin në garë, ai që më bon mu një lojtar që unë luaj me shpresën. Unë shpresën e kam që në themelim, që në krijim, se unë krijom si shpresën, mbështetem nga shtresat caktuara të shoqërisë, dhe këte shpërndaj ke gjithë stresat. Por nëse ky shtet është në shërbim të një partie caktuar, sistemi drejtësisë tash unë, i policisë, sistemi i KQZ-s, të gjitha sistemet, të gjitha institucionet i shërbejnë, atëhere si mundet që një opozit të mbjell besimin e saj dhe të ketë rezultat besimi. Jo, e ka të kufizuar. Se opozit kishte në 46 në Shqipëria, por nuk mbolli gjë sepse nuk e la as drejtësia ushtarake, as mënyra se si u menaxhuan zgjedhjet në atë kohë, dhe as mënyra se si u soll pushteti i atëhershëm me marrjen e pushtetit. Ju thatë një gjë tjetër, që është shembull se si këtu kene let ndodh çfarë ndodh, ai ka vulën dhe vulos zgjedhjet nëpërmjet këtyre organeve. Se shqetësimi ynë kryesor, i shprehur drejt për drejt, paksa në mënyrë të kuptueshme dhe nga Komiteti i Stabilizim Asociimit sot, është kapja e drejtësisë, kapja e medias që ne e transmetuam këtu, dhe kapja e gjithë institucioneve tjera. Dhe ajo që duhet rregullojmë sot ne, pikërisht duke marrë këtë precedent, nuk është që çfarë po bën opozita dhe s'po krijon shpresën. Jo, kishte program më të mirë PD-ja se gjithë tjerët po. Kishte ekip të mirë po, kishte. A bëri fushat, siç e parashtruat ju, shumë të qetë, shumë optimiste, me terma politik dhe qytetar të jashtëzakonshëm, dhe një ngjizje qytetare të jashtëzakonshme me entuziazëm, dhe u mor një rezultat i paperceptueshëm me këtë fushat. Pse janë mekanizmat shtetëror që e kanë penguar dhe e pengojnë. Pra, nëse flasim juridikisht, ne duhet veprojmë juridikisht, duhet vendosim sistemin në rregull dhe duhet bëjmë që ky sistem të funksionojë. Zgjedhjet e 11 majit janë thirrja e fundit për të ndërtuar shpresë politike në një sistem demokratik në Shqipëri. Nuk është faji në këtë rast që kërkon të transpozohet tek PD-ja si performoj ajo. Po jo më do bënte shumë më mirë PD-ja, do shtonte 2 deputet, se aq janë lëvizjet e besimit në i fushat. Po si është ajo diferenca e madhe që e tha Erli? Po më u luaj gjithçka për gjithçka, u hodhën i doli jashtë parashikimeve. Si ka mundësi në Eritan të dalin, se thash, vërtetat logjike janë gjithmonë sfiduese. Si ka mundësi në kuti votimit ketë një vot PD-ja dhe gjithë votat tjenë PS? Kaq të indoktrinuar janë njerëzit në emigracion, jo më në Shqipëri, po në emigracion, kështu që ka të vërteta logjike. Prandaj duhet dalim tek parashtrimet logjike dhe të vërtetat politike. Dhe, më fal, vetëm duat të atakoj një gjë. Thatë pretendime, jo. Se në Eritani nuk fletë shumë shpejtë, në Eritani se bëndë të shpejt debatin. Ato janë faktet e kutis, faktet e trenit bulgar, faktet e videove, se qëfar faktet tjera duen. Ju morët raportin e OSBE Odirit, po, para praku ishte tepër goditës. Është po OSBE Odirit që ka thënë dhe para 4 vitesh që partia me shtetin janë bërë një. Kur thua partia dhe shteti janë bërë një, në Eritan si juristi e di shumë mirë që këtu ka marrë fund çdo proces juridik dhe zgjedhor në Shqipëri. Logjike.